Edi Rama ishte i përgatitur për dalje në skenë të Dritan Goxhait si një nga figurat drejtuese të protestës që prej më shumë se 3 javësh po kërkon largimin e tij nga pushteti. Shiu i menjëhershëm i akuzave për poliagent, i ndjekur më pas nga ministrat dhe deputetët socialist që deri dje rrinin të strukur në karriget e pushtetit, është pjesë e një breshërie propagande. Por në realitet kjo nuk i bën dëm Dritan Goxhait. Përkundrazi, si figurë politike që sapo ka hyrë zyrtarisht në arenë, ai forcohet edhe më shumë në sytë e atyre që janë kundër Edi Ramës dhe mazhorancës. Politikisht e gjithë kjo ngjan me një bumerang të dëshpëruar të kryeministrit, i cili po kontribuon vetë në profilizimin e një figure të re rivale. Por Edi Rama nuk e ka hallin te Dritan Goxhai, madje as te protestuesit që ndodhen prej më shumë se 3 javësh në shesh. Mesazhi i tij i koduar duket se u drejtohet 2 aktorëve që i friksojnë shumë më tepër se sa një rival i ri politik. Së pari Spakut, i cili ka në duar dosje të rëndësishme që lidhen me qeverinë dhe me mjedise shumë pranë kupolës së pushtetit. Së dyti, partnerëve ndërkombëtar, veçanërisht Gjermanisë, e cila sipas shumë analizave ka luajtur një rol aktiv në mbështetjen e faktorëve kundërshtar të qeverisë. Edhe në mënyrë të tërthortë edhe qarqeve amerikane që kanë ndjekur nga afër zhvillimet politike në Shqipëri. Në thelb Rama po përpiqet të krijojë përshtypjen se mbështetja për protestën po e fut vendin në një agjendë anti-perëndimore. Dritan Goxhai doli publikisht si një prej përfaqësuesve politik të lëvizjes kur lexoi listën me 5 kërkesa drejtuar qeverisë dhe mazhorancës. Megjithatë, prania e tij në këtë rol nuk është një rufe në qell të pastër. Ai është prej vitesh një figurë e njohur për publikun shqiptar. Është aktiv në studio televizive si në Tiranë ashtu edhe në Prishtinë, ku është ftuar rregullisht për të komentuar çështje politike dhe gjeopolitike. Goxhai, i cili sipas të gjitha gjasave mbështetet edhe nga një grup njerëzish të tjerë në lëvizje, duket se ishte i përgatitur për sulmet që do të merrte sapo të hynte në fushën e betejës politike. Pikërisht për këtë arsye, disa kohë më parë në një emision televiziv në Kosovë, ai artikuloi akuzat forta ndaj disa sheprorëve të UÇK-s për krime të rënda. Një lëvizje që sot duket sikur ishte menduar për të krijuar një lloj kordoni sanitar ndaj sulmeve të mundshme politike kundër tij. Megjithatë, është fakt se Dritan Goxhai nuk e ka fshehur kurrë qëndrimin e tij kritik ndaj politikave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Perëndimit apo mbështetjen e tij për Iranin gjatë konfliktit me Shubahan dhe Izraelin. Kjo i ka sjellë mbështetje të konsiderueshme në rrjetet sociale nga segmente antiperëndimore dhe grupe të ndryshme ideologjike. Por po aq fakt është se kemi të bëjmë me daljen publike të një politikani që kërkon pushtetin dhe që shfaq hapur pozicionet e tij. Një fenomen që nuk është i pazakontë as në vendet perëndimore, ku ekzistojnë forca të shumta politike me orientime të tilla. Dhe pikërisht për këtë arsye ai ka krijuar një bazë ndjekësish të cilët deri dje lëviznin mes Ramës dhe Berishës pa gjetur një përfaqësim të qartë politik. Edi Rama këtë e di. Ai njeh sondazhet dhe lëvizjet e opinionit publik. Prandaj qëllimi i këtij sulmi nuk duket të jetë Goxhai. Objektivi i vërtetë është që të krijojë kompleks të qarqet e rëndësishme politike europiane dhe amerikane. Të dërgojë një mesazh se mbështetja për protestën mund të prodhojë një alternativë politike që nuk përputhet me interesat e tyre. Dhe në këtë mënyrë të frenojë mbështetjen e tyre ndaj faktorëve që po ushtrojnë presion mbi qeverinë, përfshirë